Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Bëqapit. Bëqap, java e parë e nëntorit do të jetë një javë ku do të punoni shumë, një javë ku keni shumë përgjegjësi, një javë ku duhet të kaloni diçka të rëndësishme, diçka që ka të bëjë me punën tuaj, diçka që ka të bëjë me karrierën, diçka që ka të bëjë me zhvillimin tënd si person, si individ dhe me të ardhmen tënde. Prandaj edhe do të punoni shumë, do të përgatiteni shumë, do të jepni një vëmendje të jashtëzakonshme, mund të keni edhe pak stres, sepse është një nga ato momentet e rëndësishme, një nga ato momentet vendimtare në jetë, mund të jetë një provim shumë i rëndësishëm për Bëqapët që janë në shkollë, po mbarojnë universitetin apo po vazhdoni masterin apo doktoraturën, një provim që jo vetëm doni ta kaloni, por doni të merrni rezultatet më të mira, të mundshme, sepse ju jeni shumë ambiciozë dhe nuk ju mjafton thjesht kalimi i klasës, doni të shkëlqeni, doni të mbetet që ju keni marrë një notë shumë të mirë. Për dikë mund të jetë një test ose një provim që ju duhet ta bëni në punë, në mënyrë ta kaloni, në mënyrë që të vazhdoni në një pozicion tjetër, në një pozicion më të mirë, sigurisht edhe me para më shumë, me një rritje rroge. Për dikë mund të jetë një projekt i gjatë, një projekt që keni kohë që përgatiteni, keni dedikuar shumë orë të tëra dhe tani jeni në atë fazën e fundit fare ku duhet ti finalizoni të gjitha dhe do të shikoni me vëmendje detajet gjithçka. Për dikë mund të jetë edhe një trajnim në një qytet tjetër ose në një shtet tjetër, mund të jetë një mundësi që ti të zhvillohesh, do të jepet një mundësi nga ana profesionale që ti të mësosh diçka të re, që ti të marrësh një zanat, që ti të përfitosh dije, njohuri dhe kjo sigurisht do përkthehet edhe në më shumë para, më shumë të ardhura, një reputacion më i mirë se do jetë diçka që ti do ta shtosh tek rezumea jote, tek përgatitja jote si person. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, rezultati do të vi dhe ka gjasa të vi rreth datës 5 nëntor, sepse kemi hënën e plot. Dhe hëna e plot gjithmonë sjell dritë mbi gjërat që janë të fshehta, pra e ndriçon, energjia arrin maksimumin. Mund të jetë rreth asaj date 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, po maksimumi është me datë 5 dhe është kjo hënë e plot në konstelacionin e Demit, që është energji toke, po një lloj si ju Bëqapët dhe prandaj është një energji shumë shumë pozitive. Demi gjithmonë si energji jo vetëm që sjell sukses për Bëqapët, po sjell edhe para, sjell edhe të mira financiare, sjell edhe më shumë status, më shumë luks, më shumë mirëqenie. Dhe ju shoh shumë të kënaqur, shumë të lumtur, aq më tepër që nëse e mbyllni gjithçka brenda javës së parë, kjo është koha më e mirë sepse mbas datës 9 nëntor, Mërkuri, planeti i komunikimit, është i kthyer dhe nuk është të japësh një provim, sidomos për ata Bëqap që janë në shkollë, të japësh një provim ose diçka të rëndësishme, kur Mërkuri është i kthyer, mund të mos marrësh ato pikët maksimale që mund të marrësh në një kohë tjetër, kështu që nëse gjithçka finalizohet në këtë javë, suksesi për ju është i garantuar. Një javë shumë pozitive, se që ju thashtë ju shikoj më tepër në këtë aspekt se sa tek pjesa romancës e dashurisë. Java e dytë do të jetë një javë ku shikoj që disa Bëqap kanë një mall së brendshmi, mund të jetë edhe nostalgji, mund të jetë edhe keqardhje, sidomos për ata që kanë humbur dikë, dikë që ka ndruar jetë, mund të jetë dikush i familjes, mund të jetë një person që ju keni pasur një raport miqësor dhe mund ta keni si një lloj pengu që nuk arriti ky person të shikonte këtë sukses tuaj. Mund thoni, ja, do doja që ishte pranë meje, që ta ndaja këtë gëzimin e fitores së të këtij vendi pune apo të kalimit të këtij provimi apo të çfarëdo qoftë për ty ky sukses në mënyrë specifike Bëqap, do të kesh pak
Në javën e dytë, nostalgji, mall, do thuash sikur ta kisha pranë këtë person, ta ndaja këtë gëzim. Nëse është ky rasti për ty dhe ndjen aq më tepër, nëse të ndodh që e shikon këtë person në ëndër, diçka shumë e mirë do të ishte që ta vizitoje nëse jeton në të njëjtin vend ku janë, ku personi është varrosur, ti bëje një vizitë tek vari, ndoshta të flasësh gjatë kohës që je aty të shpjegosh si ja kalove, çfarë ka të bëjë me shkollën tënde, me provimin, apo çfarë ka të bëjë me atë arritje profesionale. Thjesht tregon, ndaje këtë pjesë, sepse energjia sado është aty dhe personi ndoshta nuk është fizikisht, por të dëgjon e merr informacionin që ti jep dhe është edhe një formë terapie dhe të bën mirë edhe për ty që ta ndjesh atë lidhjen me personin. Nëse je larg, pastaj mund ta bësh edhe si ritual vetëm në shtëpi duke biseduar, nëse ke një foto që thjesht e shikon në foto, je larg, ndoshta nuk ke mundësi të bësh një vizitë tek vari, po thjesht e flet me të dhe i tregon për suksesin tënd. Për disa për disa bricjapë e shikoj si një çështje që ka të bëjë me dashurinë, që ka të bëjë me një situatë nëse jeni ndarë nga një marrëdhënie e rëndësishme, nga një marrëdhënie domethënëse, mund të keni pak peng, shikoj një lloj pengu që lidhet me këtë person, sikur të kishte pritur, sikur gjërat ishin ndryshe, sikur të kishim parë situatat më me kujdes, të kishim pritur, diçka, një ndryshim që ti brenda vetes tënde, pavarësisht se kjo është diçka që është e finalizuar, shikoj, është një ndarje që ka ndodhur, është e përfunduar si ndarje, ti brenda teje akoma nuk i ke gjetur domethënien e saktë pse ka ndodhur kjo situatë. Shikoj që nga ana emocionale jeni akoma të përfshirë, mendoni akoma personin që jeni ndarë, por nuk ka qenë dashuria jote, nuk ka qenë personi i duhur për ty. Për shumë nga ju mund të ketë qenë tradhtia një situatë, një person që është përfshirë në këtë mes, mund të ketë qenë një mungesë pjekurie nga ana emocionale, personi nuk ka qenë gati për të krijuar një raport të qëndrueshëm. Arsyet mund të ketë qenë të ndryshme për bërcjap të ndryshëm, por çfarë është e rëndësishme nga ajo që shikoj nga letrat është që ju e keni akoma kokën tek ky person, tek e shkuara, po dashuria juaj, personi i duhur, shpirti juaj binjak nuk ka ardhur akoma. Kështu që duhet të vazhdoni të kërkoni, duhet të vazhdoni të mbani opsionet e hapura për veten tuaj, bricjap. Çfarë ka ndodhur, të pyesësh, të ngarkosh veten me mendime, po sikur ta kisha bërë këtë gjë kështu, po sikur të kisha vepruar ndryshe, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me dashurinë. Nëse dikush është pjesë e fatit tënd, është shkruar që do të jetë me ty, pavarësisht sfidave, vështirësive, çfarë jeta mund të sjellë, personi do të jetë gjithmonë në krahun tënd, do të jetë gjithmonë afër teje, do të krijohet edhe nëse largohet pak, kthehet sërish, nëse është shkruar që t'jeni bashkë. Kështu që çfarë ka ndodhur për arsyet që duhet të ndodhte, shikoj plotësimin e një cikli, sidomos në javën e tretë, do të ndodhë diçka që ti mund të zbulosh një të fshet, mund të zbulosh një sekret, mund të zbulosh diçka që ka të bëjë me këtë person, që do ta mbyll çështjen për ty, do ta finalizoj çështjen. Nuk ka më, mund të zbulosh që ky person është martuar, mund të zbulosh që ky person është në pritje të një fëmie, me dikë tjetër, ka krijuar një marrëdhënie me dikë tjetër. Pra e gjithë ajo pjesa e iluzionit që mund të ketë mbetur akoma, do ta kuptosh që kjo është diçka që nuk ka më kthim mbrapa. Dhe mund të ndodhë rreth hënës së re, sepse kemi me datë 20 hënën e re në akrep. Dhe hëna e re gjithmonë është koha e duhur për një fillim të ri, për një cikël të ri, sidomos energjia e akrepit ka të bëjë me
pasionin, ka të bëjë me dashurinë, sidomos me dashurinë që lidhet me traumën ose me dashuri që janë shumë kanë qenë intensive nga ana emocionale, po lidhet edhe me sekretet, me gjërat e fshehta. Përveç kësaj, me datë 20 kemi edhe diellin bashkë me Mërkurin, dy planetet, të dy si energji Mërkuri dhe janë në linjë, janë më afër gjatë kësaj kohe, janë në një bashkim quhet në aspektin astrologjik në akrep, në energjinë e akrepit, dhe kjo nxjerr sekrete të vërteta, gjëra që ti s'ke dashur ti i shohësh më përpara, informacioni të vjen vetë pa e kërkuar shumë bërcjap. Dhe thash, kjo do ta mbyll, do t'i vër kapakun gjërave për ty në aspektin emocional, në lidhje me të shkuarën, por mund të jetë edhe thjesht suksesi, finalizimi i gjithçkaje që ti ke punuar, arritja e kulmit ku lajmin mund ta kesh marrë në javën e parë, po deri në javën e tretë, aty është momenti që gjërat përshpejtohen, aty është momenti që vazhdon pastaj rrjedha e ngjarjeve nga kalimi i provimit në diçka tjetër, në një sukses, në një arritje tjetër, po ju shoh më të plotësuar, ju shoh më të sigurt në vetvete, ju shoh shumë të suksesshëm. E vetmja pjesë që mungon bërcjap është pjesa e flirtit, pjesa e romancës. Jo të gjithë janë në këtë fazë, mund të ketë bërcjap që janë në një situatë ku janë të martuar, janë në një lidhje stabil, por mungon pjesa e të shijuarit pak të jetës. Keni nevojë të kaloni më tepër në atë energjinë e aventurës. Okej, shumë gjëra i keni marrë seriozisht, kishit situata të rëndësishme që duhet i përfundonit, por deri në fund të muajit, letrat më thonë qartë, dilni, argëtohuni, kujdesuni më shumë për veten, se mund ta keni lënë veten bazdore, do thjesht me punë, me angazhime, me gjëra të tjera. Bëni një trajtim, vishuni ndoshta pak më ekstravagant, dilni, bëni diçka që të thyeni këtë rutinën tuaj të përditshme, këtë monotoninë e përditshme. Aq më tepër që fundi i muajit me datë 30 edhe Afrodita, planeti i dashurisë, futet në shigjetar, dhe ajo është pak energji që ju e keni pak të vështirë, sepse duke qenë shenjë toke, jeni shumë të kontrolluar, jeni shumë serioz, mendoni gjërat, keni pak ato tendencat pesimiste, nuk hidheni lehtë, jeni pak të ndrojtur, të tjerët mund t'ju duken që i thonë gjërat shumë hapur, shumë troç, sidomos për bërcjapët që janë single, nëse krijoni njohje ose flisni me dikë gjatë kësaj kohe, mund t'ju duken si persona pa takt, mund t'ju duken si persona që shprehen më shumë se ç'duhet, i kalojnë saqet, limitet shumë më shpejt se ç'duhet, ndërkohë që ju jeni më të tërhequr, më të kujdesshëm, ju duhet kohë që të fitoni besim tek një person tjetër, por është ajo pjesa e shigjetarit, është Afrodita në shigjetar që do t'i bëjë njerëzit më pasionant, rrezikojnë më shumë, thonë gjëra më shumë. Ju ecni me hapin tuaj, me ritmin tuaj, se çdo person ka limitet e veta, ka atë mënyrën e vet se si i bën gjërat, por ka ardhur momenti tani që të balanconi kohën që punoni dhe kohën pastaj që i dedikoheni vetes, apo kohën që argëtoheni, që dilni, që jeni të lirë, mos e merrni jetën shumë seriozisht. Në momentet e caktuara, okay, po duhet mbajtur një balancë. Them këtë sepse edhe nga orakulli i gjelbër mesazhi për ju thot productivity, produktiviteti, shumë produktiv, shumë të me punë me një fokus të jashtëzakonshëm, teta. Bërcjapët ndonjëherë e lidhin atë identitetin e tyre me sa të suksesshëm janë, sa shumë gjëra kanë arritur, sa CV të zgjeruar kanë, dhe është okay të bësh pushim bërcjap, është okay të marrësh gjërat ngadalë, është okay të ndonjëherë të thjesht
të shijosh atë çfarë ti ke arritur pa kaluar me vrap tek tjetra, tek gjëja tjetër, tek suksesi tjetër, tek sfida tjetër, tek sprova tjetër. Ky është mesazhi për ju për muajin nëntor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët që të bëjtjap. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.